për të vijuar tek dëshmia e interesante e Gramoz Rexhepit, si thash edhe më herë thimi, është ndjekur me interes edhe nga ana e mediave, me madje prokuroria e SPAK, një prej prokurorëve që po heton këtë çështje, pasi krahas Bahar Dibrës është edhe prokuroria Elida Gaçini madje ka kërkuar që kjo seancë zhvillohet me dyert të mbyllura, pasi SPAK ka sjellë vërtet disa prova të rëndësishme ditën e sotme në gjykatën e posaçme. Fillimisht është kërkuar edhe dalja nga salla e gjykimit e gazetarit e kolegut të njohur Artan Hoxha, pasi pikërisht Gramoz Rexhepi ka deklaruar gjatë dëshmisë së tij se familjarët e tij e kanë kontaktuar gazetarin për të nxjerrë disa dokumenta apo foto që ai ka patur ku nuk ka lidhje me këtë ngjarje. Është pranuar nga ana e gjykatës që zoti Hoxha të mos ishte i pranishëm në seancë, për sa kohë që dëshmitari po fliste edhe pikërisht për personin e tij, mëtej, siç po thoja, provat e forta që SPAK paraqiti ditën e sotme dhe që i relatoi prokuroria e SPAK Zonja Kaçkini, ishin disa prova të reja që kanë të bëjnë me komunikime në aplikacionin Sky SSC. Sipas prokurorës së SPAK, këto komunikime kanë bërritur vetëm pak kohë më parë nga autoritetet franceze dhe SPAK pretendon se në këto komunikime pra në Sky SSC bëhet fjalë për komunikime të Dritan Rexhepit me Altin Hajrin, megjithse Dritan Rexhepi e mohoi që të kishte një njohje me të fortin e Shiakut. Komunikimet e fundit janë rreth vitit 2020, është shprehur prokuroria, dhe nga ana tjetër gjithashtu prokuroria e SPAK kërkoi që të mos bëheshin publike për sa kohë që vijon hetimi dhe klasifikohen si sekret hetimor. Madje në këto komunikime që Dritan Rexhepi ka patur me Altin Hajri në aplikacionin Sky, sipas prokurorisë, është folur edhe për ngjarjen e rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës, trupit të cilit megjithëse janë zhvilluar 10 herë operacione policore dhe kërkime, ende nuk është gjetur. Kujtoj këtu që për këtë ngjarje thimi është dënuar fillimisht me burgim të përjetshëm kopshtari i kompleksit Golden në Shijak, aty ku u pa për herë të fundit trupi i vdekur i Jan Prengës me burgim të përjetshëm. Vendimi është prishur nga gjykata e lartë për të rikthyer për gjykim në gjykatën e posaçme të apelit, atje ku Festim Beçdili javën e kaluar ridëshmoi para gjykatës, duke treguar edhe se si ai pa disa persona që hynë në kompleksin Golden me një automjet Range Rover ngjyrë bardhë dhe vuri re që në bagazhin e këtij automjeti ishte një trup i një personi që kishte humbur jetën. Ai tregoi se më pas në kompleksin mbërriti dhe Altin Hajri dhe pronari i tij në këtë rast, pronari i kopshtarit, pra Festim Beçdili, që ushtronte këtë detyrë në kompleksin Golden, sipas tij i ka kërkuar personave që të dalin menjëherë jashtë nga kompleksi, pasi ai jo vetëm nuk i njihte, madje i është drejtuar me fjalët na morët në qafë. Sipas SPAK, tashmë në fakt prokuroria e ka pyetur Gramoz Rexhepin edhe mbi episodin e humbjes së një sasie të konsiderueshme lëndë narkotike në një port të Anglisë, konkretisht në portin e Portsmouthit, ku Dritan Rexhepi ka mohuar kategorikisht të ketë dieni, madje sipas tij me këto detaje është njohur vetëm nga raportimet e mediave, dhe po ashtu Gramoz alias Dritan Rexhepi ka kërkuar që të bëhet edhe një ballafaqim i tij me familjarët e Jan Prengës në gjykatën e posaçme, dhe sipas tij këta të fundit duhet të thonë, nëse është ai personi i cili i ka telefonuar dhe i ka marrë me video call për t'i kërkuar kthimin e drogës dhe që më pas të kthehej edhe vllai i tyre i rrëmbyer, nuk dihet nëse do të pranohet, po themi kjo paraqitje për njohje, siç njihet ndryshe si procedurë e Dritan Rexhepit me familjarët e Jani Prengës, të ndjerit tashmë Jani Prenga, ku më herët në këtë proces kanë dëshmuar thimi edhe vëllezërit e Jan Prengës, të cilët në fakt kanë mohuar në një lloj mënyre që tjetë personi pra tjetë Dritan Rexhepi, personi i cili i ka kontaktuar ata dhe i ka bërë me dije se pas rrëmbimit të vllajit të tyre fshihej pra ky person me qëllim që të kthehej droga që ishte vjedhur në një port të Portsmouthit, e cila dyshohet që të ketë qenë një sasi prej rreth 50 kilogramësh kokainë, e cila ishte nisur në një ngarkesë pikërisht nga vendi i Amerikës Latine, Ekuador. Okej, ndërkohë vijon procesa apo ka përfunduar për soteni? Seanca thimi u ndërpret ditën e sotme me përfundimin e dëshmisë Dritan Rexhepit. Seanca e ardhshme është parashikuar zhvillohet në datën 7 maj, ku do të jetë radha e një tjetër të pandehurit marrë këtë proces për të dëshmuar, bëhet fjalë këtu për shtetashin Aldo
majnishta, ndërkohë që nuk dihet nëse gjatë këtij procesi interesant të thoja dhe nga pikpamja tjetër as më tepër që tashmë hetimet e SPAK po gërshetohen edhe me prova të reja të aplikacionit Sky apo komunikime të reja që kanë bërritur nga autoritetet franceze, mbetet për të parë se si do të jetë zhvillimi i këtij procesi gjyqësor dhe Dritan Ergjepi ndoshta edhe në seancën e ardhshme apo seancat që do të zhvillohen, pasi do është një proces i cili po zhvillohet me gjykim të zakonshëm dhe do të marrë një kohë gjatë, ndoshta do të tregoj më shumë pikërisht mbi këto akuzat të rënda që kanë ngritur prokuroria e posaçme, saqë binden edhe autoritetet e huaja që Dritan Ergjepi të ekstradohej në Shqipëri pas arrestimit në një lagje rezidenciale në Stamboll të Turqisë dhe jo në Itali, ku gjithashtu pikërisht pra Dritan Gramoz Ergjepi nga Velqa e Vlorës kërkohet dhe nga autoritetet italiane gjithashtu, por në këtë rast ka prevaluar kërkimi që ai ka patur nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi edhe akuzat janë më të rënda se sa ato për të cilat ai kërkohet nga drejtësia italiane. Okej, Ene Ferrate, shumë faleminderit. Të uroj punë të mbarë.